Selam aleikum. A ka gjuna një person që dëgjon përgojimin si ai që e flet. Domethënë njëjtë gjunohin si ky që po përgojon si ai që po e dëgjon atë përgojim. Çfarë themi? Te dëgjimi i përgojimit ka disa kategori. Mund të janë po të njëjtë në mëkat të dy, domethënë qysh. Nëse tjetri flet, përgojon, edhe unë ndëgjoj me admirim, me kënaqësi, edhe ndjej lezet kur ai tjetri e ofendon palën e tretë, edhe jam reatoj që ashtu është, edhe domethënë ky që mbised, atëherë mëkati është i njëjtë. Por nëse e ndëgjon me qëllim që me elon me kry, në fund me kundërshtu, normal nuk ka gjëna. Bile ndoshta ka sevap që po mundohet me ja largu një besimtarit një dyshim, edhe me mbrojt një vëllai i cili nuk është i pranishëm. Por nëse ka situata kur ai ta thot ty edhe ti nuk ke pozicionin me kundërshtu, por me zemër e urrenat përgojim, atëherë inshallah taala nuk ke gjuna as në këtë situatë. Pra, mvaret prej rrethonave.